Kam dëshirë të madhe të bëhem hafize e Kuranit, por sa filloj të mësoj një faqe përmend nuk mund të vazhdoj. Ka një metodë që unë kam përmend më përpara që quhet metoda 20-she. E mani me? Metodën 20-she. Metoda 20-she për të bëhe hafiz ose hafiza shumë e kollajshme. Mësohet një ajet si lexohet me tajwid. 1. Mësohet si lexohet me tajwid. Në momentin që lexohet në rregull ajeti, lexohet 20 herë duke e pa me sy. Ajeti. 20 herë, pa i mbyll syt, as pa e thon përmendsh. 20 herë lexim. Masi lexohet 20 herë, masi ti e ke lexuar një herë në rregull, pastaj 20 herë tjera, thuhet përmendësh 20 herë pa e pa ajetin. Pastaj futesh tek ajeti i dytë, e lexon 20 herë. Masi e lexon 20 herë, e thu përmendsh 20 herë. Dhe pastaj lexon të dy ajetet 20 herë dhe i thu përmendsh të dy ajetet 20 herë. Pastaj futesh ka ajeti i tretë, e lexon 20 herë, e thu përmendsh 20 herë, pastaj i lexon të tre ajetet 20 herë dhe i thu përmendsh 20 herë. E kështu me radhë, derisa vish në një fazë që s'ke më nevojë për izetën, po mund ta ulësh kuotën. Dhe kur të arrish në një faqe, e lexo faqen 20 herë, e thu faqen 20 herë dhe e lën. Stop. Futesh ke faqja tjetër. Ajetin e parë 20 herë, e thu përmendsh 20 herë. Ajetin e dytë 20 herë, e thu përmendsh 20 herë. Të dy ajetet 20 herë deri. Kështu mund ta bësh me faqen e fundit të çdo xhuzi, dhe kjo është metodë shumë e bukur, përdoret në Turqi, në Pakistan kështu. Ose mund ta bësh nga fillimi deri në fund siç përdoret në vendet arabe. Të dyja metodat janë të mira, por kjo që përdoret me faqen e fundit për mendimin tim është shumë interesante. Shumë interesante dhe ndihmon shumë.